Faleminderit, përshëndetje për gjithë teleshikues tuaj. Lëvizjeve të vendosën në hartimin e programit të saj, sigurinë kombëtare e ka prioritet dhe ne themi se siguria kombëtare nuk është koncept abstrakt, por është reale, konkrete dhe është e mundshme. Kur themi këtë, gjitha veprimet që janë marrë deri më tani dhe veprimet që janë të paraparë në plan programin do të jenë të mundshme dhe të arritshme. Cilat janë prioritetet kryesore të sigurisë, në nivelin e sigurisë, duke përfshi, po flas fillimisht për ushtrinë. Keni dëgjuar që koncepti 1 miliard euro për ushtrinë, janë të paraparë të gjitha pajisjet, armatimet, duke pas parasysh ushtria profesionale ka të paraparë investimet në personel, në pajisje dhe në infrastrukturë. Të gjitha këto janë vazhdimësia asaj që ka qenë punës mirë deri tashti dhe ne po mendojmë që kjo punë ka më shku duke u zgjeruar, kemi rrit bashkëpunimi dhe integrimi për rrugën e integrimit në NATO, kemi punu më shumë në bashkëpunimin me aleat, duke përfshi stërvitjet, ushtrimet e përbashkëta, kemi investu dhe me punu shumë në mbrojtjen gjithëpërfshirëse si koncept që tashmë është hartuar, po ashtu kemi integru edhe ushtarak të profileve të ndryshme në ushtri. Mirë po, çka është më kryesorja, tash veç kemi fillu me industrinë ushtarake, do të kemi edhe dronë made in Kosova, do të kemi edhe pajisje tjera më moderne, duke përfshirë me qenë se infrastruktura e sigurisë në këtë rast të FSK-ja ka arritë një zhvillim të madh të havshëm, tash jemi në fazën e tretë të periudhës tranzicionit, ku kemi të bëjmë me pajisje më të shtrenjta dhe më të avancuara. Do të punojmë shumë edhe për ngritjen e kapaciteteve që të qëndrojmë, të jemi të pavarur, që kjo përfshin edhe çështjen e fabrikës municionit. Po ashtu për policinë dhe sigurinë publike kemi në program të paraparë mbështetjen me pajisje, trajnime, pajisje specialistike, pensionimin e parakohshëm të policëve, formisimin e sistemit të gradimit dhe fushat e tjera të paraparë në program. Faleminderit shumë zoti Qeriçi, do ta kaloj